Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural bën me dije se sot janë hapur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi për vitin 2025. Nga kjo skemë mund të përfitojnë fermerët individual, grupimet e fermerëve të cilët do të përfitojnë 100% të vlerës së aplikuar, personat fizike juridik dhe shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor. Fermerët mund të aplikojnë deri më 30 maj për të përfituar nga masat mbështetëse, ku përfshihen mbështetje për tufën bazë të matrikulluar të gjetëve, mbështetje për tufën bazë të matrikulluar të imtave, mbarështimi bletarisë, mbështetje për fara, fidan dhe inputet të tjera, mbështetje për kultivimin e bimeve mjekësore e aromatike, mbështetje për fermat organike, certifikimi global GAP, si dhe mbështetje me naftë për punimet e mekanizuar në bujqësi. Skema kombëtare e mbështetjes në bujqësi synon të nxjisë zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë, të rresë prodhimin vendas dhe të përmirësojë konkurrenshmërinë e produkteve shqiptare në treg. Njëkohësisht, rrisia këtë vit konsiston në masat e financimit për të gjithë fermerët dhe blegtorët, për të gjithë ata që mbarështojnë viça për majmëri. Masa financiare për viça do të jetë 5.000 lekë për krer, ndërsa mbështetja me financim për lopo do të jetë 10.000 lekë për krer. Sipas njoftimit nga Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, aplikimi kryhet online përmes portalit e-Albania nga data 14 prill ora 8 deri më 30 maj ora 24.